Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë edhe sot do të jemi rreth një orë në transmetim për të sjellë histori dhe denoncime që vijnë çdo ditë në ambientet e Report TV. Shumë qytetar nga zona të ndryshme që kërkojnë që zëri i tyre të dëgjohet për të marrë një zgjidhje apo për të gjetur personin e humbur. Ditën e sotme do sjellim një histori që vjen nga gjinari i Elbasanit, por do të flasim edhe për një nën të zhdukur që është trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe fatkeqësisht nuk ka asnjë informacion. Bëhet fjalë për Dallandyshe Heqimaj, dashur miq, një 65 vjeçare nga Visoka e Mallakastrës, e cila është larguar në 2 nëntor të vitit 2024 dhe vetëm disa ditë pas humbjes së saj, i biri Eraldi ka ardhur në ambientet e Report TV dhe historia e Dallandyshes është trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë që prej nëntorit të vitit 2024. Jemi 2026 dhe fatkeqësisht nuk është gjetur asnjë gjurmëjete për Dallandyshe Heqimaj, që regjia më ndihmoi me pasaportën televizive të nënës së 3 djemve, e cila fatkeqësisht kishte 10 vite që kurohej dhe mjekohej nga depresioni dhe gjendja e saj shëndetësore, shëndetit mendor ishte e rënduar. Atë ditë, mëngjesin e 2 nëntorit, ajo ka qenë duke konsumuar kafen me nusen e saj në oborrin e shtëpisë, ka dalë, është larguar, askush në fshat nuk e pa, konkretisht në fshatin Visok, dhe nuk dije se çfarë ndodhi me fatin. Jemi në këtë transmetim live dhe është duke më rënë telefoni, ndërkohë që uroj dhe shpresoj që dikush nga stafi të më ndihmoj për të përgjigjur të gjitha thirrjeve që jemi në këtë transmetim, por Dallandyshe Heqimaj do trajtohet ditën e sotme. Kjo historia është duke së 65 vjeçares, me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion dhe vetëm pas pak i biri i saj, Eraldi, do të jetë me mua në studio. Por ditën e sotme ne do të sjellim edhe historinë e Stefan Muçës, një 70 vjeçar nga gjinari i Elbasanit, i cili do të rrëfej një histori të dhimbshme të familjes së tij. Ai u martua me Lina Muçën dhe sot janë prindër të 3 fëmijëve, por fatkeqësisht fëmia i parë që erdhi në jetë, që do t'i bënte prindër, nën dhe baba, ju tha se ndroi jetë dhe nga i moment nuk u mësua asgjë për këtë histori. Kjo familje, çifti nuk arriti që ta merrte përpara 45 viteve trupin e djalit, sepse ata sollën në jetë një djalë dhe kanë dyshime se diçka ndodhi brenda spitalit. Ndërkohë që Stefan Muça ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe unë përshëndes shumë. Të uroj shëndet dhe jetë. Faleminderit. Më the pak më parë që kam dhe probleme me shëndetin. Po, para disa vitesh jam godit nga një lis, i thomë në Korsek, edhe në Kazan, edhe kam... Pema? Po, Pema, 26 vjetë me Shkop. Para 26 viteve ka ndodhur kjo ngjarje? Në 2000, po. Në vitin 2000. Ishte duke prerë... Duke prerë i Pemë vetë, me motor dhe mëzuri. Dhe të dëmtoj? Dhe eci me Shkop. Ka dëmtuar këmbët? Dhe këmbët dhe mrapa, me fel... Eci kam problem kur eci. Ju nuk ecni dot pa ndihmën e atij bastunit e keni të pandumur? Ja. Më vjen keq të shkuara, por gjithsesi jeni aktiv, me sa shikoj. Shumë faleminderit. Ja, kështu dukem. I fortë. I fortë. I dashur Stefan, ditën e sotme do të jesh me mua në studio për të rrëfyer historinë, do kthehemi shumë vite pas, 45 vite, dhe konkretisht do ndalemi te data 15 korrik 1981, ku gruaja juaj, Lina Muça, ju drejtua spitalit për të sjellë në jetë fëmijën e saj të parë, djalin, që i kishit vendosur edhe emër. Emri Edlir Muça. Por që fatkeqësisht pas disa ditëve, ju thanë se fëmia ndroi jetë dhe ju nuk e besuat atë lajm. Unë i ndjek emisionet tuaja vazhdimisht dhe të tilla ngjarje kam pa shumë. Kam telefonu para një 2-3 vjeç, nga stafi juaj doli një gazetar dhe më tha duhet vish në Report TV. Unë të punë e lash faktikisht. Si masdore, kur i tha. Po. Djoja gjithmonë dhe gruaja gjithmonë shtypshe kështu. Po bën se bet ky nipi tash që tha jo, do shkojmë mirë kë det. Pra, ke dashur që përpara 3 viteve ti je pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë? Kam telefonu dhe më kanë dalë gocat dhe më kanë thënë që duhet vish këtu. Unë nuk arrita që të vi. Por ja, jemi sot bashk për ta trajtuar këtë histori me shpresën për të zbuluar një të vërtet se çfarë ka ndodhur me fatin e atij fëmije që e theksoi e sollët në jetë në 15 korrik të vitit 1981. I dashur Stefan, do të jemi të dy gjatë sot në studio, por më lejo të paraqes një kronik, një material që kemi përgatitur për familjen Muça nga gjinari i Elbasanit, të dashur miq, dhe rikthehemi në studio.
Një histori e mbushur me dhimbje, dyshime dhe shpresë që nuk është shuar kurrë. Prej më shumë se 4 dekadash, Stefan Muça jeton me një plagë të hapur në zemër dhe një pyetje që nuk ka marrë kurrë përgjigje. Çfarë ndodhi me djalin e tij? Ngjarja nisi në verën e vitit 1981 në zonën e Gjinarit. Bashortja e Stefanit sjell në jetë një djalë, të cila familja pagëzon me emrin e Dlir. Gëzimi i lindjes zgjati pak, pasi menjëherë pas saj, familja si komunikohet se foshnja është nën peshë dhe ka nevojë për kujdes të specializuar. Ditët që pasojnë marrin një kthesë të errët, disa persona mbërrinë në maternitetin e Durrësit dhe marrin nënën dhe foshnjën me justifikimin e trajtimit të mëtejshëm, që nga ai moment gjithçka bëhet e paqartë dhe mbuluar nga heshtja. Sipas rrëfimit të familjes, nënës nuk i lejohet kontakti i rregullt me foshnjën. Ajo mbahet larg tij ndërsa dita ditës rritet ankthi dhe pasiguria. Me 29 korrik, vetëm pak ditë pas lindjes, familjes i komunikohet lajmi tragjik që foshnja ka ndërruar jetë, por dhimbja shoqërohet me dyshime të forta. Familjes nuk i jepet mundësia të shohë trupin e pajetë të foshnjës, as t'i bëjë ceremoninë e varrimit. Me kalimin e viteve, kjo histori nuk është harruar, përkundrazi dyshimet janë forcuar. Sot pas kaq shumë kohësh, Stefan Muça nuk beson se djali i tij ka ndërruar jetë. Ai mendon se e vërteta mund të jetë krejt tjetër, dhe se djali i tij mund të jetë gjallë diku. Sot mes dhimbjes dhe viteve që kanë kaluar, mbetet një thirrje e hapur, të zbulohet të vërteta, dhe nëse është e mundur të ribashkohet një familje që prej 45 vitesh jeton me një mister të pazgjidhur. Kjo është historia e çiftit Muça nga Gjinari i Elbasanit, ku ditën e sotme kërkojnë të zbulojnë të vërtetën çfarë ndodhi 45 vite më parë me fëmijën e tyre. I dashur Stefan, do marrë vesh këtë histori. Sigurisht nuk mban mend të gjitha detaje. Sa vjeç ke qenë atëherë? I ri ke qenë? Para 45 viteve? Para 45 vjeç i bie, sa i bie kështu? Ke 25 vjeç? 25 vjeç keni qenë. Keni qenë i ri, sa keni qenë martuar. Po. Në atë kohë nuk isha, faktikisht isha me i punë, në i kurs ushtrije që ishin në atë kohë, këtu në Rapi Treshit, Tiranë, për ato të zborët, ti i një të punë. Dhe gruaja Alina ishte shtatzënë në muajin e fundit në shtëpi. Në shtëpi dhe ka lindur në maternitetin në Gjinar atë kohë, kishte ka 10 shtretër. Në që linqin nanat. Po, në fshat. Në fshatin atje. Linë kjo dhe 3 ditë e manë aty dhe i thonë që fëmija është nën peshë. Lindi nën peshë djali? Kjo nuk e dinte, po i thoshin të mami. Infermierët e qartë të... Mas 3 ditë vjen një ambulancë nga Durrësi, edhe i thonë ne kemi ardhur të marrim. Jo, thotë kjo, në burrin se kam tu, nuk vi. Po si, që të ma shpjegosh, bashortja lindi dhe doli nga spitali? Jo, ishte në spital në Gjinër, po mas 3 ditëve, e mashin atjeta. Ju mundua ta linit punën, kursit dhe të shkonit në spital? Jo, nuk di, s'kishim as lidhje, as telefon, as gjajnë. Po kush të njoftoj ty që u bëre baba? Po, hiç kush më njoftoj, ma vonë. Më vonë, ti nuk di e gjë që gruaja kishte lindur, ishte në spital. Pastaj se ne ishim dhe atë kohë ne kishim turp, nuk shkoheshim në spital. Burra në atë kohë nuk shkoheshim. Sot burrat hynë në sallën e lindjes. Shumë mirë. Kohët kanë ndryshuar. Ne kemi qenë mrapa bocë. E qartë, e kuptoj. Edhe vinë këto dhe i thonë, ti do vish me ne, kjo thotë jo, unë burrin se kam, nuk vi. Po se erët ti thonë, e marrim fëmijën dhe ikim, ti rritu. Po ku do e çonin? Në Durrës, në Betotrof. Se ku janë Betotrofi, unë këta nuk e di. Në Betotrof? Betotrof, e. Do me thënë, po infermierët ja thanë këtë lajmë? Po, që i erë nga Durrësi ato për ta marrë, me gjithë ambulancën. Pra, lindi bashkëshortja në fshatin Gjinar dhe disa infermiere, apo nuk e di çfarë mund të kenë qenë, kanë ardhur nga Betotrofi Durrësi dhe kanë dashur të marrin nënën dhe fëmijën. Po me çfarë motivi? Se fëmija është nën peshë. Gjoja kishte baj doktori që ishte atje këtë... Po pse duhet të vinte në Durrës dhe jo në Elbasan? Edhe Elbasani kishte spital në atë kohë? Kishte, se di. Najse e marrin këta, po doshin emrin. Vetëm mamia fshatit që e ndjera nuk jeton ma. Edhe thot, rriti, thot, grus, aty se di këta, ajo ka bën këtë qiftikat, ne ka marrë këtë gjenë civile, ka rritë. Është në gjendje jo... është dëmtu... është dëmtuar, po ma jep ta kem. Është qiftikata personale e djalit që linde. I lindi. Edhe vete infermiera dhe e merë këtë në gjenë civile, e bi qiftikatën, pas ta igin e ta. Po kush e bëri regjistrimin e fëmijës? Ajo mamia. Pra, mamia, që priti fëmijën, ka shkuar dhe në gjendje civile... Po, mori këta se grua... Dhe ka regjistruar djalin tuaj, kush e ka vendosur emrin? Ajo vetë, ajo mamia, që nuk jeton ma. Po si a vendosur e pa pyetur nënën? Jo, për anë, dakord me nënë, të iku atje dhe i vonë emrin për këta dhe... I vendosi emrin? Po, edhe erën për Durrës. Emri është i djalit Edlir. Edlir Muça,
13 korrik 1981, gjinar, beqar, mashkull, është certifikata që është regjistruar dhe mamia e ka trequr të certifikat. Po, që dhe edhe grus, ndorë, se nuk e merqin ato pa certifikat, pa registru fëmin. Pa regjistruar, po. Dhe kjo është certifikata, një certifikat që ka 45 vite që ruhet në familjen... Muqa, Stefan. Po, në familjen Muqa, në familjen që vjen nga gjinari i Elbasani dhe kërkoj sot të mësojnë të vërtetën. Po... Dhe në Durrës, tu... Gruaja të ka dhënë disa shënime, që ditën e sotme, se ju nuk keni qenë prezent. Jo, në spital thot dhe në 29 Por më të goj historinë dhe mos u refero datave, pak rëndësi ka datat. Ajo që datë që është e rëndësishme është lindja e tij, 15 korrik 1971. Pas disa ditëve, erdhën disa punonjëse të Befotrofit të Durrësit, kërkuan certifikatën e djalit që sodhet në jetë. Edhe morën, me gjithë nusën e që në Durrës. Dhe nusja vajti në Durrës, me gjithë djalin, po foshnjen. Me gjithë foshnje. E qartë, po? Dhe atje mas 2-3 ditë, si që ka shkryt dhe këtu ajo, i thonë që fëmija jo të në smurë. Edhe nuk ja binë ma ti, nuk ja këshin sjellë ma për t'i dhënë gjë. Po, ku është fëmija dhe shofë? Jo, s'ke pun të shofësh, po fëmija është smurë. Mas i dite, pasaj i thonë fëmija vdikë. Që ka qenë data 29 korrik. Po. Pra, në 15 korrik ardhu në jetë djali juaj, në 29 korrik, lajmi ju dha nënës në Durrës që fëmija vdiq. Vdiq. Hën kjo qanë e bërtet atje, du të shof djalin, ato se këshin liru asë shof djalin asiq. Nesmet kështë qenë ditë e dilë, si që thot ajo, dhe kjo kërko, thot mirë, vdiq, thot më do e marrë fëmin do igi. Në gjinar? Po, atje ku jam. Por ta përcjell në banesën e fundit? Fëmija nuk lejohet ta marrësh. I kishit thënë punojëset? Po, që fëmija ta dzish nuk lejohet dal jashtë rrethit. Legji sot është e dilë dhe nuk del. S'kemi ligj. Po, unë du t'a shof, jo, nuk e për unë të shof, shti farë. Fëmija ka vdekë edhe. Dhe nëna nuk e pama? Jo, nuk e lejuar. Por nëna kush e përsolli, pra gruan tuaj, kush e përsolli për në gjinar? Vajt vllajim me gjithë kunatin edhe nusja vllajt. Se u dërgua Aberi, besoj. Po, ishe dërgua Aberi në shtëpi. Në gjinar? Unë prapë si ishe aty. Po, në gjinar që fëmija ka vdek, po ecni ka ta varrosni. Veng ta, marrin një kutinë, si që thonë këta se manë me dhe mi, nuk e di se qarë banë. Vlla juaj? Vlla im edhe ai kunati, jo po bam, kështu bam, ashtu se qarë mund një kutinë, gjanë s'parë me sy, grunë se leju në ta. Që të shikonte, po? As ta shikonte, as ta silshin Po lartë. kunati e pa? Jo. Nuk pan? As i janë. Po? Nuk lejo ta qoni dhe dhe varroset këtu. Dhe u varros në Durrës? Dhe u varros në Durrës. Se ku varros, se që varros deta, unë a i zotë të di. Nuk keni asnjë lloj informacioni. informacioni. Por ju kur e mësua të lajm që gruaja lindi dhe fatkeqësisht fëmia vdiq? Erdha unë pastaj se visha unë na jepshin leje në kryt 2 javë, në kryt javë, nuk e di se ishi kurs 5 mujosh, unë qa ishte ai. Edhe erdha unë në shtëpi, ma të ditë se kësha ardhe grua, rreth 2 ditë që fëmija, këtë ishin bërë gjitha këto punë, fëmija kështë vdek. Dhe më thanë fëmija vdiq. Vajta në gjene civile, unë e që registrova dhe kaq. Bëre procedurë? Ata nuk na dhanë, nuk i këshin dhanë grus as certifikat, si mas rregull, duhet i jepshe një letër që ky fëmijë vdiq, apo jo. Por gruaja çfarë mban mend? Ishte në spital apo në Befotrof? Në Befotrof. Sepse Befotrofi është institucion që janë fëmijët e braktisur, fëmijët që nuk kanë prindër. Po, në Befotrof. Foshnjët, do të thënë, pse du të shkonte gruaja juaj në Befotrof? Nëse djali kishte probleme foshnja, duhet ishte në spital. Deta, unë nuk di ma shumë gjatë, po më thoshin, tha gjatë gjithë kohës që ti e ke shumë këtë fëmijë, në falë, e ke kopil, nuk ke burë, ti ku ma burë jotë. Wow. Ti s'ke asë njëri, nësë shofim njëri, ti fëmijë në ke kopil, po, në falë për shprejë, kështu i thoshin. Nusë ishë shumë re, nusë ka qenë atër 20 vjetë, nuk e di atë 19-20, sa është 5 vjetë ma vogël, sa unë. Dhe i thoshin punojësit në atë kohë? Po, që ti nuk ke burë fare, për ke këshumë, fëmijë në ke këshumë. Dhe ne të dy e kemi shumë dhimit madhe. Se i kam dju gjithë emisionet të tuaj. Dhe ju dyshoni se mund t'jenë mbajtur ai fëmijë? Unë kam dju i rast një ti e ke transmetuar në Korça. Po, kemi trajtuar shumë raste. Shumë raste për një Korçë që më ka ngel kështu, e njëjta gjë. E njëjta gjë, edhe ne hashim dhe me njëri, më kështu është, shiko si
pse nuk lanë ty, se ne na shtyn të shumë kjo që, pse nuk e lanë ti ta shifte fëmin, e vetë. Qa ligji, kush kishte nxjerrë të ligjin fëmin, ta mos e shohësh dhe mos e marrësh. Kjo na shtyn më shumë. Se mirë, po pat vdek asgjë, Zoti di vetë. Por në momentin që vajti vllai juaj, kunati juaj në Befotrov që do merrte edhe bashkëshorten tuaj për ta sjellë në gjinar, ata e kuptuan që ajo kishte një familje dhe nuk e kishte sjell atë fëmijë jashtë martese. Po, ata sepse kjo certifikat që punonjësit morën atë ditë kur e transferuan nga gjinari për në Durrës, vërtetoi që ky fëmijë kishte ardhur brenda një martese. Kishte një atësi, kishte mbiemër, zonja ishte e martuar. Pse e kanë trajtuar në atë lloj forme? Nuk dini deta çfarë të flas më shumë, po më thoshin ta që e ke a shumë, edhe kur vdiq nuk e lan as ta shoh, as ta bjerë në shtëpi. Nuk lejohet transportohet jashtë rrethit dhe kaq. Këta thonë, ky kunati më thot mua se kam pyet. Ne mund me kuti, po se çfarë pat mrena ne nuk dim gjë. I dashur Stefan, a mund të kemi ditën e sotme në një lidhje telefonike Linën, bashkëshorten? Ndoshta ajo mund të na ndihmojë më shumë detaje ato momente që ishte në Befotrov. Nëse ju e keni numrin e saj, ne mund ta telefonojmë dhe live dhe ajo të na tregojë momente çfarë ndodhi në Durrës, duke ditur që ajo është nëna dhe ka qenë prezente, sepse historia është e dhimbshme dhe edhe e rëndë. Shumë. Nëse vërtet ngrihen shumë pyetje të mëdha. Shumë. E keni numrin e Linës? Po, kam këtë telefonin. Okej, do kalojmë në reklama në këto momente dhe do kemi kohë që të marrim numrin e telefonit dhe të lidhemi drejt për së drejti edhe me Linën, me zonjën Lina Muça, për të na dhënë më shumë detaje për historinë e foshnjës së saj, djalit që solli në jetë në 15 korrik të vitit 1981, por vetëm pas pak do të kalojmë te Këshilla e Parë, do të jemi tek Obeni dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi sërish bashk live dhe gjatë kohës së reklamave kemi bërë të mundur të lidhemi me zonjën Lina Muça, e cila është në një lidhje telefonike dhe ditën e sotme do na tregojë momentet ku ajo ka qenë në Befotrovin e qytetit të Durrësit dhe fatkeqësisht pas disa ditëve nga lindja e djalit i thanë se ndroi jetë. E kam Linën dhe e përshëndes. Lina, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike. Ditën e sotme po trajtojmë historinë e familjes tuaj, ku bashorti juaj Stefan më tregoi të gjithë ngjarjen e djalit tuaj që e sollët në jetë në 15 korrik të 1981-shit. Në 13 korrik. Në 13 korrik. Po. Çfarë ndodhi më pas? Ku ju çua, në Befotrovin e Durrësit apo në spitalin e Durrësit? Befotrov. Por kush erdhi dhe ju mori? Mund të ma tregosh këtë histori? Erdhi ambulanca me 2 infermiere. Po. Edhe mori edhe vajt atje. Por përpara se të vinte autoambulanca dhe t'ju merte, infermieret e gjinari, doktori i fshatit gjinari, ju kishte thënë që fëmia ka probleme? Po, kam lind ditën e mërkurën, doktori e vizitoi e tha nuk është në peshë, ishte 2 kg 50 gram. Mirë, 2 kg 50 gram, okej, në peshë është, por nuk është një nën peshë që mund të rrezikoj dhe jetën. Nuk di gjata, kështu më tha mua dhe do të çojmë atje dhe është fëmia nën peshë. Po, dhe duheshin kushtet për të qëndruar, e qartë. Po? Po. Ju shkuat në Befotrovin e qytetit të Durrësit. Po. Dhe çfarë ndodhi aty? Aty në jetë gati 3 javën, ma ipshin fëmin për gji, e mirëshin dhe futin prapit. O të ditë e funit dini dhe fëmija është më do, fa nuk dhe gjinës ati, të da ushqim ne. E dashulina, ato ditët e para, kur ti shkoj dhe takoj e fëmijën, vetë kuptoj që fëmija kishte në një shqetësim? Po, ko dion që shta them, dhe s'kuptoj e fëmijë. Ke qenë e vogël, e qartë, çfarë të thoshin mjekët, sepse vetë nuk arije do të kuptoje, por ti e ushqeje me gji, djalin? E ushqeje me gji, unë dhe të ditë të funit e nini më tha nuk që aj nuk është ma në kopator. Po? A kupton. E qartë. Ato ditë të funit e pam në kopator. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ata të dhanë lajmin e zi që fëmia ndroi jetë. Po që në ditë e premte, në mjesë në ora 7 që do vishin ke fëmijë gjithne, unë të shikoj e kovatori se nuk i ipshe gjithë, ata më thëtë mu ti je nga gjinje sa të i ka ndroi jetë fëmijën. Ju dhanë...
ta shumë të ta shoh fëmin e që unë tjera në mërë, sa nuk këtë të ta shoh. Ju sqaroi mjeku shkakun e vdekjes çfarë ndodhi me fëmijën tuaj? Jo, më thanë të infermiere dhe sa më lajmojnë familjen në këta e në bitë në dilë, ka në arrenim me një gusht. Dhe në një gusht ka ardhur familja, njerëzit tuaj, të burri dhe vllai juaj dhe ju kanë marrë dhe ju kanë kthyer në gjinar. Po, erë në të redara, unë thashë dhe vlajt dhe kunatit dhe marrin dhe qojmë gjinar. Ata thanë nuk lejo të në dilë, dal nga rrethe, jemi rreth tjetër. Dhe varrosin pas, i s'ke punë. Kër të varrosin fëmijën, si do ish në familjar. E dashur Lina, dua të pyes, më tregoj një moment Stefani që kur ke qenë në Befotrofin që akoma se kuptoj pse duhet ishe në Befotrof dhe jo në spital, kur ke qenë në korrikun e 1981 në Befotrofin e qytetit të Durrësit, Stefani më tregoj që punojësit aty nuk të kishin trajtuar mirë, duke pretenduar që ky fëmijë kishte ardhur jashtë martese. Po, unë nuk më vinte dhe njëri se ishin lartë ta, po të është më thoshin më që ti se nuk e matume, ke fëmijë kopil. Por, konkretisht ishin mjeket, edukatorët, kush ta thoshte këtë gjë? Pa to infermierët që punojnë dhe pastrusët të tërë. Por ti nuk i kishe treguar që ishe e martuar, po për shkak se burri ndodhej në punë, sepse flasin për vitin 1981 që kanë qenë vite të vështira. Po, pra po, thoshin jam nga gjine, jam e martume, jam që bërë. Vetë një grua, ishte i grua atje, kishe 3 njaka, ajo ishte e madhe në moshë, kishe 2 fëmijë tjerë, kishe bën 3 njaka, vetë në ajo që më modhe në të shanë që nafë që. Ndërsa stafi mjekësor në i farë mënyre, Jo. ka thënë fjalë që të kanë lënduar. Po e me mua dhe unë nuk e di mi, po bërë, qushe që nuk më qënë spital mua, së di me ku. E dashulina, unë uroj dhe shpresoj që kjo histori të zbardhet, por do flasë edhe me Stefanin për ta pyetur nëse ka bërë ndonjë kërkim, a keni shkuar ndonjëherë në Durrës për të parë në regjistrin themeltar, fëmia ka qenë regjistruar, ka patur emër, mbiemër, datëlindje të saktë, data e hyrjes në atë spital, dalja, janë të gjitha të shënuara në regjistrin themeltar dhe çfarë është shënuar shkaku i vdekjes, domethënë keni shkuar ndonjëherë Stefan? Jo. Asnjëherë. Nuk keni shkuar Lina. Në fiqerë më gjina, u varras, bam, ato për letë nga ne nuk më ndër kordolë. Ju dyshoni se ndoshta diçka ka ndodhur dhe ai është gjallë? Po ne, si që po djojmë ne, që kemi dju, gjithë të vite, që asë ndada. E dashulina, kush është mesazhi që do përcjellje sot drejt për së drejti nga ekrani Report TV për historinë e djalit tuaj? Më shpresoj që inshallah do Zoti të jetë gjallë, që jem dhënë e lumtur si gjithë nanat tjera. Ta uroj me zemër të zbardhet kjo histori. Të falenderoj e dashurina që të pata në këtë lidhje. Shumë faleminderit dhe juve. Faleminderit dhe juve. I dashur Stefan, na i tregoi bashortja juaj Lina momentet kur ishte në ato Befotrof, thot ajo, se si infermieret i kishin thënë që je pa martuar me këtë fëmijë, e kishin paragjykuar, ndërkohë që ishte krejt e kundërta, ajo ishte e martuar, kishte një burr, ai fëmijë kishte ardhur brenda martesës, nuk e di pse ka ndodhur kjo histori. Jo ndodhse më shumë se ajo dinjet për shumë, ne ishim në zona shumë të thella, kjo ishte në një moshë shumë vogël, njëri i padal. Nuk ishte pranë njerëz të familjes. Ishte njerëz familjes. E kanë paragjykuar, pa e njohur të vërtetën. Pa e njohur. Siç tha dhe vetë një grua që i ka ofruar ndihmë. Më thoshte tha që tuka unë do të ndihmoj në këtë. I dashur Stefan, unë e kuptoj që ti ka ardhur në këtë studio për të zbuluar këtë të vërtetë, për të mësuar të vërtetën atij fëmije që vdiq apo diçka ndodhi. Kësaj nëne ja morën fëmijën dhe nuk dihet fati i tij. Duhet të pyes si vazhdoi jeta juaj. I sollët një jetë edhe 3 fëmijë të tjerë më pas. Po, kemi 2 çuna të tjerë dhe i gocë. Me jetë, çfarë moshe kanë? I madhi është 42. Po. Është i martuar, rrin Torino në Itali. I dytja pa martu, është në Sandorin, me gjithë gocën. Gocën është e martu, me ka 2 fëmijë. Jetoj në Greqi, 2 në Greqi dhe 1 në Itali. Në 2 plejt. Je vetëm me bashorte në Gjinar? Vetëm. Jeni të 2? Të 2. Do pleqëroni atje? Atje, se nuk e lam venin. Por fëmijës e din këtë histori. Më thënë pak më parë që djali tenton që të kërkohet kjo e vërtet. Po, din pa tjetër si se din.
Si e kam pritur kur i ba keni rrëfyer? Goca, me zi për pret bilës, kur u martu, më thamë, bata gjemë që të vindasë në time. Bindja juaj është 100% që ai është gjallë? O deda mu ma një në zemra që janë gjallë. Se gjithë më shtynë ajo që pse nuk e lanë grunë të shofë, as i dokument shoqërimi që ky fëmijë vdiq, ka të rregulla e punë. Ta shoh fëmijëve, që nuk shihet fëmia i nanë mos shoh fëmijën e saj me sy, unë nuk e di. Pra, ju nuk e besoni versionin që mund të jetë ashtu, mund të ketë ndruar jetë fëmia? Jo, nuk e besoj. Po pa të ndruar jetë, Zoti është i madh. Edhe Thjesht fakti që nuk e shoqëruan me një dokument për vdekjen, ti jep shkaku i vdekjes, kjo nënti informohej, ju dyshoni se diçka ndodhi korrikun e 81-shit në Durrës. Po. Unë si çerdhi gruaja atje, as i lloj shnimi, as i lloj letra, as i gjë, hiç fare. E për unë kështu si çu ta them. Edhe unë vajta pastaj bana regjistrimin se ishte i regjistruar dhe kaq. I dashur Stefan, sigurisht dhe ju ditën e sotme do përsillni një mesazh nga studio e emisionit Pa Gjurmë. Kush është mesazhi? Unë juroj shnet njerë edhe shala kam gjallë, po du ta bashkoj me fëmijët e tjerë dhe ta kem gjinin tim. Dhe unë ta uroj me zemër që ai fëmijë mos këndruar jetë gjallë dhe të zbulohet, kjo e vërtet. Ne e prezantuam sot për herë të parë këtë histori me shpresën që do ketë një dritë jeshile në fund të tunelit edhe për familjen tuaj. Më faleminderit Deda. Të falenderoj Stefan që të pata në studio. Edhe unë falenderoj shumë. Mirë, ka ardhur momenti të kalojmë në reklama dashur miq dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, jemi së bashku live për të vazhduar në këtë momente me një tjetër histori të dhimbshme. Do të jemi në kërkim të Dallandyshe Heqimaj dashur miq, një 65 vjeçare e cila fatkeqësisht është larguar dhe ka humbur zholli kontakti me familjen në 2 nëntor të vitit 2024 dhe prej asaj dite nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Regjia na ndihmoi me foton e Dallandyshes, nënës së 3 djemve që janë të 3 në kërkim së bashku me bashortin e saj, por fatkeqësisht nuk kanë gjetur gjurmë jete për Dallandyshe Heqimaj. Djali i saj Eraldi ka qenë shpeshherë në studion ton, ka kërkuar ndihmën e televizionistëve për të gjetur nënën dhe për ta rikthyer në shtëpi me shpresën që asaj nuk i ka ndodhur diçka e keqe, mund të jetë ende në jetë dhe mund të jetë gjallë. Eraldo Heqimaj ndodhet sërish me mua në studio dhe sa herë që ai telefonon dhe kërkon të jetë pjesë e kësaj studio, padyshim do të jetë sa herë. Eraldo, përshëndetje dhe mirë se erdhe. E shikoj që ndonjëherë merr bicikleta, mund të vi në studio, sa herë që ti ta ndjen zemra që do të i vish dhe të bësh thirrje, dera e Pa Gjurmë është e hapur, jo vetëm për ty Eraldo, por për gjithë ata persona që kanë njerëz të humbur. Okej, unë të dua që mos u bezdis si staf. Jo, ky emision për këtë punë është hapur, nuk na bezdis në mënyrë absolute. Shumë faleminderit. Do të jemi të dy së bashku sot, do bëjmë thirrje bashkë për historinë e nënës tuaj, por fillimisht më lejo të prezantoj një kronik, një material që ja kemi dedikuar nënës tuaj Dallandyshe Heqimaj, si ka humbur ajo, e ndjekim dhe rikthehemi. Prej më shumë se një viti, fati Dallandyshe Heqimaj mbetet ende një mister. 65 vjeçare nga fshati Visoke Mallakastrës rezulton e zhdukur që prej datës 2 nëntor të vitit 2024, ndërsa familjarët vijojnë ende kërkimet pareshtur. Emisioni Pa Gjurmë vazhdon ende përpjekjet për të hedhur dritë mbi zhdukjen e saj dhe për të gjetur gjurmë të reja. Nëna e 3 djemve vuante prej vitesh nga depresioni dhe sipas familjarëve gjendja e saj shëndetësore ishte rënduar. Ditën që u largua nga banesa, ajo kishte dalë veshur me rrobat e shtëpisë, pa njoftuar askënd, të alarmuar, familjarët bën menjëherë denoncimin në polici. Nga verifikimet, rezultoi se 65 vjeçaria kishte ndjekur një rrugë dytësore që të çonte drejt aksit Ballsh Fier. Dëshmi të mbledhura thonë se ajo është parë në disa zona të Fierit, ndërsa qytetarë të ndryshëm kanë deklaruar se e kanë takuar në zonën e Kallmit, ku dukej në gjendje të rënduar shëndetësore. Megjithatë, ende sot nuk ka asnjë informacion të saktë mbi fatin e saj. Kjo është historia e humbjes së Dallandyshe Heqimaj, 65 vjeçaria nga Visoka e Mallakastrës dashur miq, ku
familjarët kanë treguar se dhe më saktë Eraldi, djali, që prej disa viteve nëna e tij kuroi për shkak të depresionit. Fatkeqësisht ajo doli atë mëngjes, atë paradite të 2 nëntorit nga obori i shtëpisë dhe nuk u kthye më dhe askush nuk e pa në fshat, ndërkohë që drejtimi vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetë i paditur. I dashur Erald, gjatë kësaj kohe që nuk kemi qenë bashkë në transmetim, asnjë informacion nuk keni marrë. Që ku kam qenë për herë të fundit të teta para 3 muajsh dhe tani s'kam as informacion. Në fillim kam patur shumë informacione. Kanë ardhur informacione, po jo se ka qenë të sakta. Çfarë dyshoni, dashur Erald? Ka kaluar një kohë goxha e gjatë nga largimi i nënës. Tani në 2 maj bën 18 muaj. 1 vit e gjysmë. 1 vit e gjys, nga momenti që ka ikur nga shtëpia. Jetë datën 2 nëntor 2024 deri tani se dim ç'të ndodh me fatin e saj. Ju vetë çfarë dyshoni? Tani ne ndryshojmë shumë gjëra, po s'jemi të sigurt. Dyshoni që mund të jetë në situatë rruge, e ndacake, e pavedishme, Mund të ndërruar jetë. S'kemi një informacion të. Shumë na pyesin, po s'di çfarë përgjigje jap. Unë jam e sigurt që ju i ndiqni të gjitha lajmet e kronikës së Zezë për çdo lloj aksidenti që mund të ndodhi, vraponi nëpër spitale, keni vrapuar nëpër spitale për të bërë verifikime dhe hetime dhe nuk keni gjetur Shumë kemi bërë. Shumë kemi bërë. për nënën fatkeqësisht. Por Thjesht unë thash si do të jetë puna kancelarit e parë të di diçka çka ka ndodhur. Ka marrë parasysh gjërat. të gjitha. Vetëm të kem një informacion. Të mungon dhe të ka marrë malli. Shumë ditë të ikën dhe më shumë. E ndjen mungesën e saj. Thjesht unë kam thënë edhe parë, unë derisa të gjej një shenjë anës nuk lep kur pa lëvizur. Dhe të besoj, është e dhimbshme. Kesh nënën e humbur dhe mos dish se çfarë ka ndodhur me fatin e saj, ku ka shkuar apo çfarë i ka ndodhur. Ju mendoni dhe më të keqen e mundshme që mund të ketë ndruar dhe jetë dhe kur kalon një kohë kaq e gjatë, nuk ka informacione, të gjithëve mendja u shkon tek më e keqja. Sa më shumë ditë ikin e muaj tani shumë e vështirësh. Por policia e zonës Që kur ka bërë kontrollet gjatë tani s'ka informacion. Policia nëpërmjet arriti të verifikonte rrugën në të cilën kishte përshkruar nëna juaj. Sipas policisë që ndoli që erdhi me qanin, në nxori në asfalt kryesor. Që ishte dalë në rrugën kryesore. Po. Dhe ora ka qenë, ma kujto dhe një herë Erald, Ora ka qenë që është largu nga shtëpia 12 minuta e drekës. Dhe të mendosh në fshatin ku ju jetoni, fshati Visok. Visok, është i populluar. Po është Dhe mos ta shikoj asnjë nga banorët e fshatit. 500 metrash nga asfalti kryesor, rruga nacionale Fierballësh. Ai mund të ketë dalë në rrugë kryesore, mund të ketë hipur në një makinë, apo dyshoni që mund të ketë ndodhur një aksident i mundshëm që mund të ketë marrë dhe jetën dhe Deri aty ku nxjerr qeni, unë dyshoj që mamaja është larguar makinë, 100%. Nuk është se të kishte ndodhur diçka aty, një aksident jashtu do kishte një shenjë. Qeni gjatë aty ka gjurmët edhe nuk dihet më pas. ndihet. Po është larguar 100% është larguar me makinë gjatë aty. Që do shta me një makinë të rastit, mund ta Në kenë të ndihmuar. rastit, më në një taksit, furgona, për ne kemi pyetur që tani s'ta kanë treguar, se dim. Edhe mund të ketë ikur për drejtim për Ballësh, se drejtim për Fier. Sepse ajo rrugë të lidh me Këto dy qytete, këto dy qytete, o Ballsh, o Fier. o në Fier. Dhe në fakt informacionet në kohën që kemi trajtuar historinë e dallandyshës kanë qenë Fillim erdhi në Fier, pastaj në një fshat të Fierit, Kallën. po, ka qenë zona e Fierit që janë bërë verifikime nga ana juaj pafund po. dhe telefonata që kanë britur, por nuk është gjetur asgjë për nënën tuaj. Si shenjë. Unë këtë dëshim kam qesh larguar nga fshati i Visok, tani të them që ka ikur drejtim Ballshit, se drejtim Fierit nuk jemi sigurt. Më tej si dihet se çka ka ndodhur. Unë uroj që ajo të jetë gjallë, por nëse do të ndodhe diku o në Ballsh apo në fshatrat e Ballshit, Në këto dy qytete, apo në dikush do e shikonte. do ta shikonte një sy. Se unë shumë telefonata më kanë telefonuar, kam shkuar në ngjarje dhe Nuk ka qenë nëna ka juaj. qenë. Ju keni bërë shumë verifikime. Të gjitha informacionet që kanë Atë ardhur në që- studion e emisionit pa gjurmë, ju a kemi kaluar dhe ju keni shkuar
në të gjitha zonat, madje edhe në Tiranë, mbritën informacione. Në Saranda dhe në Tiranë, unë si kam në Elbasan, tëre qytetë fshat ku më kanë telefonur kam shkuar. Më lejo dhe njëherë t'i kërkoj regjisë pasaportën televizive të Dallandyshe e Qimaj, do të bëj thirrje të gjithë teleshikuesve që janë duke na ndjekur në këtë transmetim live, kushdo që mund ta ketë parë rastësisht të 65 vjeçare me emrin Dallandyshe e Qimaj, është i lutur të na ndihmojë me informacione, është nëna e 3 fëmijëve e cila është larguar dhe ka humbur çdo kontakti me ta që prej 2 nëntorit të vitit të 2024 dhe prej asaj dite nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Dallandyshe e Qimaj. Kushdo që e ka parë, kushdo që mund ta shikojë është i lutur të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por ju mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. I dashur Erald, unë uroj dhe shpresoj që të ketë reagime, të ketë në një informacion për nënën tuaj. Inshallah Tjetë një jetë. Tjetë një jetë. Po edhe si do t'jetë, po pak të ketë një telefonat. Ta dim, që ka ndodhur. Por gjendja e babait si është, se besoj ai e vuan dhe përjeton më shumë humbjen e bashortës. Normale që e vonë. Mirë nuk është, themi që është mirë. Lutet dhe shpreson që Njeriu kot thot që shpresa vdes e fundit. e vërtet. Unë po them diçka, kushdo që ka parë, edhe mund të jetë tani me në qytetet, shka ndandisur rrugëve, kujdio si Real, në çdo foto që na vjen në telefonin e Pajgjurmit, në numrin e Pajgjurmit që gazetarët e mia e monitorojnë, të gjitha mesazhet që vijnë nga shumë qytetarë, të gjitha fotot që vijnë dhe dyshojnë që e kanë parë në situatë rrugën, ne sa herë krahasojmë me nënën tuaj, sepse si nëna juaj fatkeqësisht kemi edhe disa nëna të tjera të humbura. Unë kam parë të jeta e shqef që i postojnë. Po, persona enda cak apo të humbur. Shumë humbasin, edhe burra, gra. E kjo është një fatkeqësi. Edhe moshë e rebeles, 50 vjeç. Bi 50 e lartë. Kjo është një fatkeqësi dhe humbja e këtyre personave ndër vite e ka sjellur domosdoshme një emision siç është dhe Pajgjurmi, por që uroj dhe shpresoj mos ketë humbur në Shqipëri dhe uroj që nëna juaj të jetë gjallë, të jetë diku dhe të gjendet dhe të kthehet sa më shpejt në shtëpi. Do doja që të përcjellje sot një mesazh për gjithë Unë lutem teleshikuesit. kush e ka parë, bëjnë telefonat. Unë kam thënë dhe ta them, do ta shpërblej. Çdo kush që do të ndihmoj për nënën, Do ta ti do ta shpërblesh dhe uroj që çdo kush që mund të na ndihmojë për zonjën Dallandyshe e Qimaj, kjo familje do të vërë një shumë në dispozicion, do ta shpërblej. Kështu që ta uroj me zemër Erald, të gjendet nëna. Shumë e vështirë është dita, se po ikin ditët, po ikin muajt, vitet. Shumë e vështirë. Inshallah do Zoti. Kam ndjekur emisionet e tuaja që janë gjetur edhe pas shumë vitesh. E vërtet. Po mirë, ata kanë qenë gjendje të rregull, kanë larguar, po Janë të tjera historira, e kuptoj. Kurse nëna juaj është e sëmurë dhe nuk dihet. Ne Erald do mbetemi bashkë në kontakt, uroj që ditën e sotme të bjerë telefoni, të ketë informacione, do t'i kalojmë të gjitha informacionet dhe patjetër dhe nëse jeni në punë, ne do bëjmë lidhje të tjera me studion e emisionit Pa Gjurmë, do vazhdojmë historinë e nënës tuaj Dallandyshe e Po Qimaj. thash, derisa të gjej një shenjë unë nuk i ndal. Të besoj për këtë pjesë. I bëj thirrje, kush do që ka parë se mund të jetë ende në rrugëve tani. Se tani nuk njihet me edhe unë që kam mama, po të jetë ende rrugëve si zor ta njoh në larg. Më kupton? Të kuptoj. Thjesht çoj një foto, shkojmë në ngjarje ta shikojmë. E uroj. Faleminderit Erald që të Përshëndes. pata në studio. Mirë dashur miq, me historinë e Dallandyshe e Qimaj, ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit. Në këtë moment dua të prezantoj edhe një suplement ushqimor që quhet Prostatol të dashur miq, është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe bashkë mirupafshim, takohemi nesër.